Londa ka qenë apelume me ankesën në apel, ndërsa sot e kemi pranu një akt vendim për gjykatës të apelit, përmes gjykatës themelore Degan Suarek, me cilin janë refuzu ankesat e palëve dhe është vërtetuar gjykimi i shkallës parë në Suarek. Kështu që gjykimi i shkallës parë, i cili është në fuqie, i cili është vërtetu përmes akt vendimit gjykatës të apelit, zonja Shëreti janë jetë të drejtë në pronësi në shtëpinë e saj për cilën ka luftu shumë gjatë. Është personi i parë me cilën kom komuniku masi që e kom pranu atë vendimin, për shkak se e di lidhjen emocionale të Shëretës që e kom në këtë rast. Edhe me njëherë si e kom marrë, e kom verifiku, edhe e kom marrë në telefon, pasi që nuk është të jetu për momentin Kosovës, edhe e kom juftu, e ka prit me shumë emocion të madh, me shumë gëzim, sa që sa ma ka ndrejt ditën kjo lajm.